Muaji dhjetor është i ngarkuar me koncerte të shumta organizuar nga Bashkia e Korçës. Një pjesë e aktiviteteve janë shfaqur në teatrin Andonza Koçajupi, ndërsa edhe skena e ngritur në Pazarin e Vjetër vijon të ketë koncerte të shumta me këngë të njohura e kryesisht ato korçare. Paraditën e së shtunës në këtë skenë kanë performuar Panajot dhe Boni Hamzallari, të cilët për më shumë se 60 minuta kanë sjellë për publikun këngët më të njohura të serenatës korçare. Jam shumë i lumtur sepse mua më pëlqejnë serenatat dhe jam rritur me serenatat, por kur je në qytetin tënd, në vendin tënd, edhe njerëzit dhe publiku të mbështet, domethënë aty ti kënaqesh, dhe pse vërtet ishte ftohtë sot, shumë ftohtë, na ngrivën dhe duart, por ngrohtësinë që na dha publiku ishte ajo që na kënaqi shpirtin. Turistët e vizitorët e shumtë që kanë zgjedhur Korçën për të kaluar fundjavën janë dalur për të dëgjuar koncertin. Në ditët në vijim do të ketë të tjera koncerte e shfaqje në Pazarin e Vjetër, por edhe në teatr, për të arritur kulmin në natën e ndrimit të viteve me koncertin e madh, ku do të jetë i pranishëm Lindi Islami e Venera Lumani.